I bëjmë thirrje institucioneve të Republikës së Kosovës që të angazhohen pa ndërprerje për lirimin e tij. Arnori, sa i përket gjendjes fizike është mirë, po për shkak të gjendjes emocionale dihet se është i lodhur, është i mërzitur nga padrejësia që po i bëhet. Ndërsa me u maltretuar nuk është i maltretuar. Heshtja e shtetit nuk është thjesht dështim, është një padrejtësi e dyfisht. Arnori, një ish polic i ndershëm dhe i përkushtuar ndaj shërbimit të ligjit dhe sigurisë së qytetarëve, sot ndodhet padrejtësisht në burg në Serbi, i privuar nga liria dhe i ndarë nga familja e tij. Prania jon këto është më shumë se një mbështetje simbolike. Ajo është dëshmi se padrejtësia nuk mund të mbulohet me heshtje. Ne jemi këto për të ngritur zërin e Arnorit, për të thënë me vendoshmëri se liria e tij është e drejtë themelore dhe se askush nuk mund të mbahet peng i padrejtësisë. I bëjmë thirrje institucioneve të Republikës së Kosovës që të angazhohen pa ndërprerje për lirimin e tij. Po ashtu, i bëjmë thirrje institucioneve ndërkombëtare, Bashkimit Evropian, Kombeve të Bashkuara dhe organizatave të drejtave të njerëzit që të marrin përgjegjësinë për të garantuar të drejtat themelore të një qytetari që padrejtësisht po mbahet i burgosur. Arnori, sa i përket gjendjes fizike është mirë, po për shkak të gjendjes emocionale dihet se është i lodhur, është i mërzitur nga padrejësia që po i bëhet. Ndërsa me u maltretuar nuk është i maltretuar. Sa i përket maltretimeve fizike nuk ka pasur. Sjellja ka qenë korrekte. Mirë po, ai po e vuan ata për shkak se është u mbajtur në mënyrë pa drejtë, po thotë se ai policinë e Kosovës e kalon me 1 nëntor ka dhënë dorëheqje 2022-ën. Ndërsa ky akuzohet për rastin cili ka ndodhur në 24 shtator 2023-s. Ka udhëtuar më herët, mirë po nuk është ndalë. Të gjitha dokumentacionin e kemi dorëzuar avokatit dhe avokati ka proceduar në prokurori. Dhe institucionet e tona janë angazhuar, mirë po ne kërkojmë që të angazhohen më tepër. Sot jemi në muajin e 4 të kësaj padrejtësie. 4 muaj janë shumë. Janë të përjetuar si një përjetësi për familjen që zgjohet çdo ditë me ankth, me lot dhe me shpresën se një ditë kjo padrejtësi do të marrë fund. Janë 4 muaj të rëndë edhe për Arnorin, i cili dikur me dinjitet dhe përkushtim i shërbente këtij vendi. Dhe sot është i mbajtur larg lirisë së tij. Ky nuk është vetëm një burg fizik, por edhe një plagë e thellë shpirtërore për familjen dhe për të gjithë shoqërinë tonë. Ne i falenderojmë institucionet tona shtetërore, mirë po edhe i bëjmë thirrje që të mos heshtin, të mos vonojnë dhe të mos e neglizhojnë këtë rast. Heshtja e shtetit nuk është thjesht dështim, është një padrejtësi e dyfisht. Është detyrë e shtetit të mbrojë çdo qytetar të tij, pavarësisht se ku gjendet ai.